Ja të shofim parimin e 4 Jozefit, por le të lexojmë Zanafillin vargu 21 para se shkem te parimi i fundit, sepse them 4 parime do shohim nga jeta e Jozefit. E vargu 21 thot kështu: Tani pra, mos kini frikë, unë do të siguroj ushqim për ju edhe për bijtë tuaj. Kështu dha zemër dhe i foli zemrës së tyre me butësi. E di çanot parimi i 4 që mësojmë nga Jozefi është kur ti fal, pasi Perëndia ka shëruar zemrën tënde. Edhe kur ti fal, ti jep liri, ti jep çlirim. Ja si u kthye Jozefi, u kthye, ja si e trajtuan ata. Ata e abuzuan në gjithë format e mundshme. Edhe ai nuk kishte siguri që ja i moron këto, edhe nuk do sillen. Ata nuk premtuan, shiko se sa na falësh ti ne do sillemi mirë, ne do bëjmë mirë, do bëjmë, nuk than kështu gjërash. Por Jozefi ishte i lirë për të bërë gjërat, falja të çliron. Për të qenë tamam si Krishti, për pas, edhe Zoti kur na fali ne, nuk na fali, edhe ne i premtu Zot na fal sot, se dis do bëjmë nesër si engjëll, do bëj as i gabim, as i gjë. Zoti na fal, edhe na fal prap, edhe na jep mundësi prap, dhe është imagjino të kemi, ne le të jemi të lirë dhe të çliruar për çfarë? Le të jemi të lirë dhe të çliruar për të bërë mirë. Për të bërë mirë, për t'ja kthy dikujt, si thuhet te Romakëve, kush e mamen të vargun, mos u mund nga e keqja, mos të vëri poshtë e keqja. Por çka keqja e bë kështu? Ta dish çam ka thon mami mu, çam ka thon babi mu, ta dish çam ka thon burri mu, gruaja mu, ta dish çam ka thon te puna, mos u mund nga e keqja. Ti vet munde të keqen me të mirën, sepse ti je i çliruar për çfarë? Je i çliruar për të lutë për atë person. Je i çliruar për ta bekuar atë person. Je i çliruar për t'i bërë mirë atij personi nëse ke mundësi t'i bësh mirë. Sekret. Tregoj një gjë, po mos e thuaj njeriu. A di ku kuptohet që ke fal dikë? Që është zgjidh mosmarrveshja, konflikti, kur ti mund ta bekosh kur lutesh. Nëse mund ta bekosh atë personin, e ke fal. Nëse sillet tash në mendje atë personin, a mund të thush, o Zot, bekoja atë njeri me gjithë bollokun tënd. Bekoja me mbrojtje, me shëndet, me të mirë. Ata zegoja. Nëse nuk ta zegoja, ka gjë që s'shkon, nuk është rregulluar ajo marrëdhënie. Ka gjë që s'shkon, është marrëdhënie e dëmtuar. Edhe kjo është mënyra se si veproi Jozefi. A të them dhe një sekret tjetër? Jozefi në një farë forme ishte, ky që fali për herë të parë në Bibël, që ishte përmend për herë të parë fjala, ky është shembulli, modeli, imazhi se si do ishte Krishti më vonë. Amen që Krishtin e shitën për sa më ne dha? Ma amen që e keq trajtuan, ma amen që Krishti kaloi në një farë forme gjëra që kaloi Jozefi. Edhe është e para, Jozefi e mori përgjegjësinë për gjithë ata. E njëjta gjë, Krishti e mori përgjegjësinë për ka? Për gjithë ne. E mori ai përgjegjësinë për na fal. Nuk na kërkoi hesap, nuk na kërkoi llogari. Edhe dyta, Jozefi ishte i sinqert dhe e përjetoi çdo gjë që edhe Krishti ishte i sinqert, ai përjetoi çdo gjë të mundshme, çdo të ndim, çfarë thotë shkrimi, u të ndua, përjetoi çdo gjë që mund përjetojmë ne. Edhe e treta, Krishti besoi te plani i Perëndis. Ai sa tha, jo vullneti im, por bë vullneti yt. Edhe e fundit e katërta, vdiq që të na çlironte, na bënte të lirë. Të lirë për çfarë? Për të pas marrëdhënie të mirë me çdo person. Me çdo person që ndodhet rreth e qark ne, siç thotë shkrimi, me aq sa varet nga ju, jetoni në paqe me ka? Me gjithë.